Miqtë Prizmës, më në fund, afera e klubit Partizani, korrupsioni i familjes Berisha, në veçanti dhe sigurisht në mënyrë të jashtëzakonshme akuza ndaj një kryeministri shqiptar, i cili tashmë është realisht duhet të jetë i pandehur, dhe që këtë akuzë tashmë edhe gjykata speciale ka kthyer aty ku duhet, ke gjyqi, për të zhvilluar, mbas shumë e shumë sërollatjesh, mbas shumë akuzave, mbas shumë nxjerrin këtë nga gjyqi, kjo gjyqtare është e korruptuar, kjo është edhe me fjalor banal, sigurisht nga Sali Berisha i toleruar si njeriu i vetëm që tolerohet në Shqipëri, tolerohet jo vetëm nga një pjesë e marrë e popullsisë, po tolerohet nga maggjoranca e sotme, tolerohet nga sistemi i drejtësisë, tolerohet nga politika, tolerohet nga ndërkombëtarët, tolerohet nga gjithë njeri i cili ka degraduar si me fjalorin e tij dhe me veprimet e tij të gjithë shoqërinë shqiptare, ka çuar në zgrip të imoralitetit dhe amoralitetit politik. Njeri i tillë, i pa skrupull, dëmtues i demokracisë, shkatërrues i demokracisë në Shqipëri, do të jetë në bankën e të akuzuarve, do të gjykohet për krimin e korrupsionit. Dhe sigurisht nuk do të gjykohet për krimin e vrasjes, për krimet politike që ka bërë. Njeri i tillë do të dali para bankës së akuzuarve dhe kjo është një fitore e madhe. Jo vetëm për atë që thash në fillim, tolerancën që i kanë bërë në mënyrë absurde, Treqereku duke e pasur frikë, sepse kërcënimet e tij kanë shkuar deri ke familjet, kanë shkuar te media, kanë shkuar gjithkund, edhe sot sigurisht ai akuzon edhe partinë e tij, e bën frikacake atë, e bën të shitur. Demokratët i ka bërë të gjithë të shitur ke Partia Socialiste, ke mafia, ke narkoshteti. Shqipërinë e ka kthyer në narkoshtet, me ulurimat e tija të çmendura, me çmendurinë e tij të një plaku në mënyrë tragjike. Njeri rrëshqanues i shoqërisë shqiptare, shkatrues i moralit, etikës, estetikës shqiptare, shkatrues në gjitha drejtimet, shkatrues i shtetit shqiptar, shkatrues dhe futës në luftë civile të shqiptarëve kundra shqiptarëve, veriut kundra jugut, në mënyrë tragjike në 97-ën, po dhe sot e kësaj dite, prodhuesi i asaj hartës, me dele në jug dhe trima luftar në veri. Ai është prodhuesi i asaj harte dhe mendimtari i tragjizmit të jashtëzakonshëm të shqiptarëve. Ai është babai i çdo lloji krimi politik në Shqipëri mas viteve 1990. I ka kaluar të gjitha kufit e durimit, por po vazhdojnë ta durojnë. Dënimi i krimit në Shqipëri është bërë një fenomen sarkastik sepse ekziston Sali Berisha. Por ai tashi do të dali para bankës së akuzuar, do të ulet aty para trupit gjykues dhe do të ulet në bankën e të akuzuarve. Sigurisht i ka për ta shoqëruar me protesta, do mbledhë 1000 budallë që s'kan për të bërë 1000 kurse 100 dhe të korruptuar si puna e tij për të marrë pjesë në gjyq, për ta kthyer gjyqin në një marrëzi ciklopike të marrë në të gjitha drejtimet, për ta kthyer në atë revolucionin që do ai, për të djegur vendin siç ka djegur 2-3 herë, për të djegur kryeministri, për të djegur kuvend, për të djegur çdo gjë që ka mundësi të djeg, vetëm për shftuar familjen e tij, për të djegur gjithë Shqipërinë për hatrin e fëmijëve të tij, të bythës tij të fishkur dhe të gruas tij të korruptuar më keq se sa ai. Dhe kur them më keq se sa ai, kam fjalën që vazhdon edhe sot, po i njëjti korrupsion. Njerëz janë non grata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që nuk i lejohet spakun 2 vendet demokratike të votës të hyjnë, të shkelin. Njerëz i kanë akuzuar të gjithë shqiptarët për monstruozitetet e gojës tyre të shelbur. Të një familje e cila sigurisht donte që të bëhesh ajo familje si e Ceaușescut dhe meritonte fundin e pikërisht këtyre 2 maskareve të Rumanisë. Po ne nuk patëm guximin, se patëm atë guxim. Kishim frikën, se sigurisht ky të eliminonte, ky të vriste në protest,
ose jepte urdhër për të marrë shiku dhe të eliminonte duke të zhdukur. Është natyra e Sali Berishës së tillë. Tashti ai po del përpara trupit gjykues. Para bankës, ulurnte dhe sigurisht do ta përdori edhe këtë për të prishur ekuilibrin shoqëror në Shqipëri. Nuk ka për të fituar sepse koha e tij ka përfunduar. Mbas kësaj do t'i vinë akuzat e vrasjes politike. E një hënie tjetër, një hënie të jashtëzakonshme tjetër, akoma më të madhe se sa kjo. Po kanë për t'i ardhur dhe akuzat e vrasjes politike. Dikur njerëzit do zgjohen. Dikur kjo shoqëri do vendoset në binarët e së vërtetës së drejtës. Edhe dikur vendoset, e dikur shkon, pikërisht në ato momente kur Sali Berisha të shkojë përfundimisht në burg, të dënohet për fajet e tija të jashtëzakonshme në këto 35 vite të ashtu quajtur demokraci për post-komunizëm të shkatërruara nga Sali Berisha.